po bëjmë një lexim dashurie, çfarë ndodh ke dashuria, si është situata tek ato, ka ndarje, ka ribashkime, dhe ky lexim i referohet çdo personi, person që janë dhe të martuar, person që janë në lidhje dashurie dhe person që janë në distancë në dashuri. Çfarë do ndodhet tek ato? Ju vetë si ndjeheni, çfarë do keni në këto kohë? Çfarë mendon personi tek ju, i dashuri? Çfarë bën ai vetë? Ka lidhje tjetër ai si person dhe do vlej për ju, do të sjellë mesazhe ose takime. Ju do merrni miratimin e duhur në dashuri, do jetë tek ju. Ju jeni vetë një fazë shumë jo të mirë. Jeni duke kërkuar fatin tuaj, jeni shumë e lënduar, jeni në me ujëra, mendoni që jeni si e fundosur, sado që e mbani veten tuaj pak si me shpresë, si me egërsi, po keni një person përpara vetes që sado që ju sjell fjalë, ju sjell mesazhe, ju mendoni që ju sjell mirë, ose personi në fjalë mendon që po ju sjell diçka të mirë tek ju, po është person negativ dhe më tepër ju fut frikën ose ju fut melankolik ose ju fut gjërat e errta. Gëzohet nga fatkeqësia juaj. Ju jeni me një ujë shumë të turbull, ju ka ikur fati nga dora, ju ka ikur shansi që keni pasur në dorë, keni pas qenë, domethënë keni pas ngrit diçka të mirë te vetja juaj. Edhe keni pas siguri që unë jam mirë, po tash unë shikoj që jeni e varur dhe jeni pa sigurt dhe jeni në det të hapur, jeni dhe lënduar, keni frikë. Shikoj, tek ju jeni posa jeni e ndarë, personi i dashur është larguar nga ju, është larguar dhe unë shikoj tradhti. Gjithsesi, mes te dhe mes jush personi është larguar i pavetëdijshëm, ka pas qëllime jo serioze, serioziteti tek ai ka qelluar në dy lloj faza kohe, ka projektuar që do jeni bashkë, do keni një familje, ose mund bashkëjetoni ose mund të krijoni një plan në vazhdimsi. Gjithsesi jeni e lënduar dhe jeni akull e ftohtë, shikoj ftohtësi brenda jush dhe largimi ka bërë që të jesh e pavetëdijshme, sado që e mbani një shpresë, ju mund të merrni një mesazh nga ky person, mund të shikoj ose mund të përndjeki, po deri në këtë kohë unë shoh që ti vetë si person je si pas zgjidhje, më tepër ke frikën, je se hutuar dhe kërkon mëshirën. Vetë kërkoni dritë, sa përket jeni femra, ju kërkoni dritë, keni shkuar diku për të kërkuar një zgjidhje, ke një person që ka shpirt magjik ose një person që jep dritë, po sa është munduar personi, ju ka dhënë vetëm motivimin, ju ka dhënë një qetësi shpirtërore për pak minuta, po jo se ju ka dhënë zgjidhje. Çfarë mendon personi tek ju? Personi tek ju mendon që ju ka larguar, ju ka lënë domethënë me fjalë motivimi pak dhe largimi ka qenë me një hershëm, ju keni të mbyllur portën e dashurisë. Personi që ka dashur ose ju keni qenë në lidhje dashurie është larguar, është me një botë tjetër ose me një vend tjetër të largët dhe ju mendoni gjithmonë që do vinë mesazhe tek mua, mund të më telefonoj, por unë shikoj që ai nuk telefonon. Ka mundësira të dyta, mund të ketë familje ky person dhe juve ju ka dhënë shpresë dashurie, mund të ketë lidhje tjetër, ju ka dhënë shpresë dashurie. Dashuria tek ai, tek ju ka qenë e zjarrt, tash është e shkëputur dhe ju nuk keni hapësirë, jeni si e bllokuar dhe jeni shumë e lënduar në shumë pjesë trupi dhe shumë shpejt ju kërkoni për 5 ditë ose për 5 orë, kërkoni të gjeni një zgjidhje, mund të bëni domethënë shumë alternativa si ta takoj këtë person, si ta gjej mënyrën. Personi i dashuri juaj, ai tash po gëzon diçka të bukur, ka ngritur një fitore ndaj vetvetes. Dhe gjithsesi po hulumton dhe po krijon lidhje të re dhe lidhje të fortë. Personi që ju keni dashur, mashkulli, është duke dhënë dorë një femre tjetër, duke krijuar një botë tjetër dhe gjithçka po ja bën të qartë dhe po e mban si mbretëresha femrën në fjalë.
ai person tash në këto momente është futur një si tip rrethi, një rreth pasqyre dhe po mendon që unë jam i qetë, kam arritur gjithçka, edhe juve si femër ju ka shkelur, domethënë ju ka lënë konfirmime të errta, edhe më qartë ju ka thonë që nuk dua të kthehem njëkohësisht, pavarësisht se krijimit që ka një krijim të ri, po ka dhe një person tjetër që ka ndërhyrë tek ai dhe ndërhyn gjithmonë për pjesë negative tek ju. Lidhja juaj është shkatruar nga anë të një femre dhe ai në këtë kohë nuk ju mendon ju. Çfarë do prisni nga ai person? Ju akoma rrini duke e pritur këtë person. Jeni femër si legjendare, gjithmonë ktheni kokën pas dhe mendoni që unë kur të vi ai person do i pres fjalës si me shpatë, do i them qëllimet dhe do gjej zgjidhjen time pse arriti deri në këtë gjendje, po jeni në një fazë shumë të lënduar, jeni bërë si hije, kërkoni angel, kërkoni mbrojtjen, po dhe qielli është i brisht tek ju dhe bota është e errët. Ju shikoj të vetmuara dhe sa po i përket varkës së jetës, ju e keni si të situar me fjalë të errta dhe po kujdes sepse unë shikoj veten e juaj që s'jeni mirë, ndjeni keq dhe duhet të keni person t'ju mbroj. Jeni gati që kur bëni keq vetvetes, keni mendime të paqarta dhe mendime të errta. Ju jeni duke vuajtur të lloj pjesë dashurie. Gjithsesi, shumë shpejt vendosni të krijoni një karrierë në karrierën tuaj, një vendosje. Keni një pozicion pune të mirë. Firmosni gjithçka, firmosni kontrata, firmosni në shumë pjesë pune, po sado që ju keni një pozicion pune, keni arritje, jeni e plotësuar, po ju mungon kjo pjesa e dashurisë, e keni botën të errët si tymi, sepse keni pasur dashuri dhe të tjera të lënduara, sa keni kaluar një trishtim dhe ky është i dyti trishtim në jetën tuaj, njëkohësisht shkaktare ose më tepër e dëmshme tek ju është personi i tretë që ka ndërhyrë. Ju mendoni gjithmonë dashurinë tuaj të dashurin, që ai do vi tek mua, do vi dhe ju keni imagjinata është shumë e bukur. Kjo bën që ju të jeni domethënë më aktive, të jeni pak e qetë, sepse nëse ju nuk e imagjinoni, jeni trisht dhe jeni domethënë në gjendje të rëndë emocionale, keni frikra dhe imagjinata dhe telepatia që ju krijoni ju bën pak minuta të lumtura. Çfarë do prisni në përfundim tek ai? Tash shikoj që nga ai person ju nuk mund të keni përgjigje ose pritje ose një lloj mesazhi. Ju shumë shpejt tek jeta juaj paraqit një person tjetër, diktohet një person tjetër që ju jep një marrëdhënie ose një finalizim të shpejt, një lidhje të fortë. Ju nuk mund ta pranoni këtë lidhjen, sepse vuani për pjesën e dashurisë, vuani për personin që është larguar në botën e huaj ose në Europë ose diçka larg, në distancë të largët, dhe ju ndizni qërit janë të errët, qërit janë të zinj, gjithmonë i jepni botën e errët personit, ja jepni botën e errët, i jepni mallkimin personit, gjithsesi ju në shpirt vuani. Po, njëkohësisht në mendje, është gjithmonë një person i tretë tek ju dyshoni për një person të tretë që ka ndërhyrë dhe ju kërkoni zgjidhje, ju do kaloni shumë sfida për të arritur këtë person. Tash ju vjen një zgjidhje një person, ju vjen në mendje një zgjidhje, ju vjen një angel, do të thonë që ju jep një shpjegim brenda vetes, ju mund të veproni, mund të keni një shteg ose një rrugëtim ose një ndryshim. Ndryshimi do jetë në mendjen tuaj, nëse ju e bëni të ndryshimin, nëse ju e bëni të ndryshimin magjik, ju mund të arrini personin e duhur ose dashurinë, se në këtë moment ai është i larguar.